por ka qenë sekretari i partisë, i cili ka padit null mokën. U rikonfirmua sekretari Për përgjithshëm. në gjithë lalësit, në gjithë dosave të korrupsionit, dhe ka padit në SPAK Sali Berishën për përvetësim të paligjshëm të titullit zyrtar me falsifikim vullash, stampash, se prandaj është problemi ky gjykimi në themel. Se kur të hapet dosja, dalë një serve penale të një grupit strukturuar kriminal, falsifikim vullash, stampash, formularësh, se këtë dokumentacioni është vullosë me vullën degës nëmër 3. Dokumentacioni një partije edhe një shoqate ka një vullë kombëtare, zotëri. Dhe ky është problemi. Ky Gazi e ka bërë padin aty, dhe i padit babajnë të Zenit. Dhe tani, Gazi është nën kryetari i zotit Berisha. Tabakja iku, dhe iku dhe Luçi. Sa ishte aty, PD funksionon të mirë. Tani thaj kishte votim subjektiv. Tani është bërë gatshëm Belindi për ta marrë parti. Por e ka të kodë, thoti. Është argita... Absolutisht e ka të kodë. Kushdo që vjen aty është nën urdhrat e familjes. Është nën urdhrat e familjes. Atë parti, Berisha, si që ka, thot është shprona ime, vëlla. Është shprona ime, zotëri. Si është shprona jote? Është shprona ime. Pra, Berisha e ka nisë nga komunist, u bë antikomunist. Dhe tha, bashkëvujtës e bashkëvajtor. Nuk abrogoi ligjin e pronës, që fola pak më sipër të. Nuk përkrahut për ndjekujt politik. Dhe në vigjilje të 100 vjetorit të shpalljes së pavarësisë, me 12 tetor, Lirak Beka e Gjergj Ndreca, 2 ishtë burgosë politik, kur ministri i brendshëm ishte Flamur Noka dhe kryeministri Sali Berisha, janë ndjekur zotëri. Lirak Beka humbi jetën. Po, në qoftë se për në Hapizinelen ka firmos baba i zotit Rama ekzekutimin, dhe 2 ekzekutorë tjerë që publikisht ja u imponojnë zgjedhjen e vetë flimit për të tërhequr vëmendjen që është shkatruar sistemi politik në Shqipëri, sepse nuk kanë ardhur në pushtet klasat e përbysur, zotëri. Pra, a është të mërshme pas 36 vitesh, ata të thonë Shqipëria të mos shqitet? Shqipëria nuk është në shqitje? Dhe kryeministri i Shqipërisë të dalë deklaroj çfarë do shitni, çfarë do të hani ju në qoftë se apo do shitni flamurin, do shitni qeleshët, do shitni çiftelit. Tani s'kem si shesim çiftelit i thonë zotit Rama, se e ka marrë Irani si trashëgimni kulturore. Pra, na ka vjetë për shkak paaftësisë Ministrisë Kulturës. Siç i thëshën me na marrë dhe lahutën, me guslën. Ishte qendresa jonë publike që detyruam ministrinë të këmbgullte edhe një herë për lahutën. Dhe është po Ministria e Kulturës që nuk e ka shpallur ende trashëgimni të Shqipërisë, pra pasuri eposin e Kreshnikëve, por gënjen, siç ndodhi duke gënjur që kemi në UNESCO polifonin, jo zotëri. Kemi ISO polifonin dhe shumë bukur ndodhi tani në filmin e Hollywoodit që kolon zanore. Odiseja. Po Odiseja, ai vendim kapaj, shkelqeu atë. Pra dhe dolin pa që nuk është polifonia që kanë mashtruar, po është polifonia greke në UNESCO dhe është ISO polifonia, për cilin ka një gjyq në Tiranë. Dhe unë i kam inkurajuar dhe i mbështes ata që kanë kërkuar të bëjnë, sepse kanë sjellë dokumenta, që polifonia, sepse njerëzit nuk kuptojnë. Polifonia nuk është një me ISO polifonin. ISO është ai që kurse polifonia në fjalët. Ky është problemi. Pa ky është problemi shumë i madh. Dhe tani ne te gusla që futen serbët, pati një tërheqje. E imponuam se gusla, edhe gusla në serbe, është kroate kanë qenë i lirë, por lahuta është ndoshta moshatare me lirën e Orfeut, ose pak me hershme se Orfeu. Dhe tani, lahuta shqiptare është pjesë... Do ta bëjmë edhe për artin, Azgan, të përmëtoj, po kthemi pak të aktualiteti politik. Po që e di pse? Se kam një pyetje që më vjen nga shumë njerëz. Se vërteton dhe një gjë kjo dhe pas vim te pyetja jote. Pse ne duhet të luftojmë të mbrojmë identitetin ton? Sepse ne jemi komb etnokulturor.
Dhe në sajt kulturës kemi ekzistuar, që i përmenda, gjuha, kultura, që nga Perëndëria Osmane e tjerë, nuk jemi asimiluar sepse kemi rezistuar për shkak të kulturës. Dhe ka kombe dinastike, politike, kulturore dhe fetare. Fëqinët tanë, as nuk janë kombe dinastik, as politik, as kulturor. Pra janë kombe fetare, edhe Greqia, edhe Serbia. Ata betohen në Bibel, dhe kulturën tonë duhen të vjedhen. E po përpiqen dhe me vallën e Piros, që quhet vallja e Osmantakës, për ta marrë e për ta quajtur Çamiko, mirë për shoqata Çamria e Vlorës, ka bërë një dokumentacion të plot, e kemi mbështetur, do ta mbështesim që ta çojmë në UNESCO, sepse para se të hynin në luftë, Aleksandri i Madh, Pira e Pirit, Gjergj Kashtioti e Skënderbeu kërcenin për t'u heqë emocionin luftëtarëve. Dhe vallja e Pirës është vallja e Osmantakës. Asgan, mos ma prish, dua që ta lëmë më vete këtë të artit, ma premtoj. Prandaj thash. Pra, japim vetëm një gjë të vogël. Kthejmë te Zverneci. Po japim një gjë të vogël publiku, po këtë dua që ta kemi më vete. Pra këtë të traditës shqiptare, të kërcimit dhe këtë të etnos. Po. Se shumë e bukur. Po, emisioni do ta quash etnos. Do ta lëmë një gjë. Dhe ta marrim do ta bëjmë një zonë histori për zonë, po ta bëjmë histori, sepse ka koha të vërtetojmë kush jemi ne. Absolutisht. Kështu që do ma lësh atë. Kthehemi te politika. Te politika. Euroatlantikët, çfarë po ndodh me Euroatlantikët? Ne kemi komunikim patjetër edhe me elementë të tjerë të kësaj partie politike, çfarë po ndodh? Euroatlantikët kërkojnë me forcë. Vazhdon si projekt politik? Dy gjykata. Po. GKK-ja. Edhe SPAK-u, GKK dhe gjykata e lartë kanë në dorë rrëzimin e Republikës së korrupsionit. Sepse kur e kishte gjykata kushtetuese, nuk doli mbi i vetën, ne i bëm propozimin 5 parti politike dhe disa deputet që të mbante në fuqi ligjin që i kishte bërë vetë vendimin me lista të hapura. Me lista të hapura. Dhe ata i mbyllën listat. Dhe çfarë ndodhi? Ne gjetëm artificën ligjore dhe disa parti tjera që u futën me zgjedhje me listat hapura. Dhe nëse, ku e kemi diskutuar ne bashkë, në 2024 kemi bërë koalicionin Harkun Opozitar Euroatlantik, ku 27 parti politike morën pjesë, dhe u kërkonim të gjitha partive që të bëhen bashkë të barabartë mes të barabartë, dhe nuk erdhen për shkak se kishin individualitetin e vetë, por ne i thamë që të barabartë mes barabartë. Nëse do të ishim bashkë, të gjitha këto parti politike prodhonin 250.000 vota. Por u ndanë, zotëri, gjithë se cili për vete. Dhe ai që i prishi këtë sistemin e listave të hapura, u shpërblyje me avokatin e popullit, Endri Shabani. Tani gjykatat, dy shtylla ka demokracia. Pozitën dhe opozitën. Opozita është marrë peng. Rekursi gjykat lartë, ka 2 vite e 2 muaj. Me njëherë pasi shpalosëm platformën tonë, doktrinën politike, platformën ekonomike dhe kombëtare, ne na morën vullën. Ishim e vetmja parti edhe sot, e vetmja parti që kishte program për cilën kishin punuar specialistët më të mirë të gjitha fushave, të konsultuar me specialistët më të mirë evropian, edhe pse jo botëror, për të bërë një platformë të qartë, ekonomike, politike, me doktrinë ekonomike, me doktrinë politike. Zotëri, ne në 90 kemi marrë liri, demokraci, prona e ekonomi e tregut lirë. Në gjithë botën, shteti ndërhyn me ekonomi sociale të tregut për të mos lejuar oligarkët, oligopolet, po për të lënë start. Në Shqipëri, çfarë ka ndodhur? Shteti i ka prodhuar oligarkët. Dhe herë Rama, herë Berisha, tani të dy bashk i kanë një grup oligarkësh. A i ke pas zotin Berisha? A mund Berisha të përmend me emër ndonjë oligark? Po thotë jetë të shikojmë ato dokumentat se a i kanë në rregull, as i kanë në rregull. Është Rama problemi, thotë ai.
Është rama problemi. Thotë Por zoti sa marrëveshje ka bërë Berisha me Ramën? Pse Berisha bën teatr në parlament për buxhetin vjetor, për zonat e mbrojtura, për investitorë strategjik. E tham ata. Po ku Mirë një koment për zotin Basha. Ku kishte mendjen Berisha? Do rikthehet as nga Ku kishte mendjen Berisha?